A e dini se Shkodra fsheh një nga misteret më të mëdha të Ballkanit? Një qytet të zhdukur të mbuluar nga ujërat që shumë e quajnë Atlantida shqiptare. Legjenda thon se në ujërat e liçenit të Shkodrës gjendet një qytet i lashtë, i ndërtuar para mijëra vitesh, i cili u përmbyt nga një katastrofë e papritur. Banorët e zonës tregojnë histori që kalojnë brez pas brezi. Natën, kur era fryn nga mali, dëgjohet jehona e kambanave. Tinguj që vin nga thellësitë e liçenit edhe pse atje nuk ka kisha. Disa peshkatar betohen se kanë parë mure ciklopike, shtylla guri, madje edhe rënoja kullash ku niveli i ujit bie në verat e thata. Arkeologët që kanë studiuar zonën thonë se Shkodra ka qenë një nga qytetet më të vjetra të Ballkanit dhe nuk përjashtohet që në ujë të ketë mbetur një vendbanim i gjerë i lirë, i zhdukur pas një tërmeti të fuqishëm dhe përmbytjeve që pasuan. Madje disa gjetje qeramika, fragmente gurësh të gdhendur dhe objekte bronzi janë nxjerrë pikërisht nga thellësitë e liçenit. Por misteri më i madh është një zonë e quajtur nga vendasit Fusha e Humbur, ku peshkatarëve u këputen papritur rjetat, sikur kapen pas një strukture të nënujshme. Ka edhe histori që flasin për një rrugë të gurit që shfaqet vetëm ku uji tërhiqet shumë, e cila zhduket përsëri brenda orësh. A është ky qytet i humbur një vendbanim i lirë, një qendër e lashtë tregtare, apo thjesht një legjendë që pret të zbulohet? Një gjë është e sigurt. Liçeni i Shkodrës nuk është thjesht një perlë natyrore. Ai mban brenda tij sekrete që si ka zbuluar as koha, as shkenca, dhe derisa dikush të guxojë të zhytet më thellë. Atlantida shqiptare do të mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë sonë.